ironia që po përdoret në protestë është shumë më thjeshtë dhe shumë mesazh më i fortë se të gjitha mediat publike, televizionet që po nxisin një lloj propagandë kundër protestës ndaj qytetarëve. Megjithatë, protesta për ta rikthyer elefantin në dom nisi nga një kauzë natyrisht mjedisore, por nisi dhe nga një kauzë për shkak të brutalitetit, pra u kundërvuen si një metaforë brishësia e pelikanit me dhunën e këmirëziut apo luziut në rastin konkret. Por u transformuan në diçka tjetër ndërkohë, pra është e tejkaluar zvërneci me fjalë tjera. Edhe s'është. Shiko, ajo dhuna aty që ndodhi përtej gardhit është një dhunë që ne e përjetojmë çdo ditë. Edhe si qytetar, edhe në pallat, edhe në lagje, edhe në administrat, edhe në hapësirat tona të përbashkëta publike, ku i forti të tërheq zvar në kuptimin jo vetëm fizik, po edhe në kuptime të tjera. Kështu që ajo është akoma. Pra, dhe shpresoj që të mos jetë pjesë e kësaj proteste. Ka tentativa që ajo dhunë të vi prapë ajo protesta nëpërmjet rrymave, partive, të fortëve që ato kanë për ta marrë prapë. Pra, ai gardhi i Zvërnecit po mundohet të hyjë prapë te protesta dhe të marrë hapësirën. Kështu që kjo nuk duhet lënë. Dhe tani nuk e kanë lënë. Pra, ka një lloj qytetaria aty brenda. Vetëm ka një gjë Rigel, shtëpisë vërtetës. Ju përmendet rastin Peter Magjer. Peter Magjer sfidoi një sistem nga brenda sistemit. Pra ai ishte dikush i kisha dhuruar dikur, e ka thënë dhe vet, si student Viktor Orban, i cili vinte për herë 3 pushtet dhe në 3 mbajti 3-4 mandate, natyrisht duke ndryshuar tërësisht fizionominë e tij dhe duke ngritur një sistem patronazhimi të ngjashëm atë të kolegut Traman në Shqipëri. Dhe arriti përkundër të gjithë pritshmërive fillestare, edhe të tija vetë si kundër shprehur në intervistë, të merrte një nga fitoret më publicitare, po i themi, apo tërmet politik në Ungari. Por natyrisht siç e thash, duke sfiduar nga brenda sistemi, është një parti e qendrës së djathtë, në shumë nga qendrimet e tij politike, politikës së jashtme, energjisë e tjera, është shumë i ngjashëm me partinë Fidesz, nga e cila ai ka dalë. Ndërkohë në Shqipëri nuk shohim një Peter Magjar, të themi, i cili ta sfidoi apo të marrë drejtimin e protestës. Si individ apo si grup. Do ta mirëprisja nëse do të ishte. Unë mendoj që rasti i Hungarisë lidhet me korrupsionin dhe me padrejtësinë e qytetarëve, nuk lidhet me përkatësinë i majt apo i djathtë, sepse siç e tha dhe ju, ai shkon në të njëjtën linjë ideologjike me ish liderin. Po kemi ditë atë simptoma në Shqipëri, pra por korrupsionin